E ftuar sot në Live from Tirana me Ronaldo Sharka ishte Margjola Bako për të komentuar rikthimin e Eglit në Big Brother VIP 4 dhe shumë tema të tjera të rëndësishme. Nelin, pjesë nga biseda e tyre ofron një vështrim të thellë mbi të ardhmen e Eglit pas përfundimit të reality show. Egli, një nga figurat më të diskutueshme të këtij edicioni, ka krijuar një audiencë të madhe, por çfarë e pret atë tani? Margjola ndan mendimet e saj rreth karrierës muzikore të Eglit dhe sfidave që mund të përballet më vonë. Çfarë do bëj Egli pas daljes nga BBV? Është pyetja që shumë fansa po e bëjnë. Për sa i përket angazhimit të tij në muzikë, nuk mendoj se ka kaq shumë karizëm, thot Margjola. Ajo vazhdon të shpjegojë se këngët me prerje venash, padyshim, kanë një audiencë të caktuar, por ky lloj produksioni nuk është gjithmonë i qëndrueshëm financiarisht. Nëse Egli dëshiron të mbajë karrierën e tij muzikore, ai do të duhet të krijojë diçka që do të tërheqë një numër më të gjerë njohësish dhe adhuruesish. Nelin, kjo është ajo që e bën një artist të suksesshëm, të ketë një energji mbi normales, shprehet ajo. Sipas saj, Egli duket se do të përfshihet në një dramë të re, dhe qëllimi i tij për të mbijetuar në këtë botë është të përballet me sfida të reja. Por çfarë roli do të ketë Gjesti në këtë dramë? Margjola thekson se Gjesti nuk do të ketë shumë kohë për të shpëtuar sepse do të ngarkohet me koncerte dhe aktivitete të tjera. Nëse Egli e ndjek atë nëpër koncerte, Gjesti do të marrë një urdhër mbrojtjeje për shkak të problemit të përndjekjes, paralajmëron Margjola, duke tërhequr vëmendjen mbi rreziqet që mund të ekzistojnë për vetë Eglin dhe Gjestin. Nelin, lidhur me banorët e tjerë, opinioni i Mozillas është i qartë. Ajo thotë, unë nuk bëhem fanse e askujt, dhe gjithashtu thekson se pëlqen Gertën, por është e rëndësishme të mos heq vlerat e askujt. Gjestin në fund e shoh kokë me Rozanën, shton ajo, duke i kushtuar vëmendje marrëdhënies mes këtyre dy personave. Gerta, sipas saj, ndikohet nga statusi i saj si nënë dhe bashkëshorte, ndërsa Rozana duket se është më e lirë në këtë aspekt. Nelin, ka një dinamizëm interesant midis këtyre personazheve, i cili do të jetë interesante të ndjek si në vazhdim. Dram, rivalitet dhe mënyra si këta individ menaxhojnë marrëdhëniet e tyre do të përcaktojnë ndjeshëm audiencën e këtij reality show. Nelin, një aspekt tjetër i rëndësishëm është psikologjia e pjesëmarrësve. Si do të përballen ata me stresin e situatave të papritura që ndodhin brenda dhe jashtë shtëpisë? Reagimet e tyre dhe vendimet që marrin do të jenë të rëndësishme për të kuptuar më mirë karakteret e tyre. Nelin, me gjithë këto zhvillime, një pyetje mbetet, do të arrijë Egli të kthehet në një figurë të njohur të muzikës pas këtij eksperimenti televiziv, apo do ta ndjek dramën e tij, duke përballuar probleme të ndryshme që i dalin përpara? Një gjë është e sigurt, shohim me padurim se si do të zhvillohet ky historik interesant.